Qytetarët dhe bizneset e Vlorës do të përballen me një ndërprerje të plotë të furnizimit me ujë ditën e mërkurë, më 10 dhjetor 2025 për shkak të punimeve të rëndësishme që po kryen në sistemin e ujësjellësit të qytetit. Lajmi është konfirmuar nga ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, i cili ka bërë të ditur se ndërhyrjet janë pjesë e projektit të gjerë të modernizimit të rrjetit, një investim që synon rritjen e cilësisë dhe furnizimit me ujë për të gjithë qytetin e Vlorës. Sipas një njoftimi zyrtar, punimet e së mërkurës do të fokusohen në depon e madhe të qytetit me kapacitet 4.000 m3, ku po ndërtohet dhoma e re e komandimit. Kjo dhomë pritet të shërbejë si një qendër teknologjike e monitorimit dhe menaxhimit të rrjedhjes së ujit, duke mundësuar ndërhyrje më të shpejta dhe më efikase në rastet e dëmtimeve apo defekteve në rrjet. Një tjetër ndërhyrje thelbësore është zëvendësimi i Saraçineskës kryesore në hyrje të stacionit të pompimit numër 4. Ky komponent, i cili kontrollon qarkullimin e ujit drejt zonave të ndryshme të qytetit, ka nevojë për rinovim të plotë për të garantuar presion të qëndrueshëm dhe furnizim më të rregullt. Zëvendësimi i tij konsiderohet një nga fazat më të rëndësishme të investimit aktual. Për shkak të natyrës teknike të punimeve, stacionet e pompimit do të fiken që prej orës 8 të mëngjesit, duke çuar në një ndërprerje të furnizimit me ujë në të gjithë qytetin e Vlorës, përfshirë edhe zonat bregdetare. Ndërprerja pritet të zgjasë gjatë gjithë kohës së punimeve. Ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë ka theksuar se këto punime, ndonse sjellin shqetësime të përkohshme, janë absolutisht të nevojshme. Modernizimi i sistemit të ujësjellësit është një proces që synon zgjidhjen e problemeve kronike të furnizimit, si presioni i ulët dhe defektet e shpeshta në rrjet, të cilat kanë krijuar vështirësi për komunitetin ndër vite. Qytetarët dhe bizneset duhet të marrin masat e nevojshme për të siguruar rezervat e ujit para fillimit të ndërprerjes, duke nënvizuar se çdo hap që po ndërmerret ka për qëllim ndërtimin e një rrjeti më të sigurt, më modern dhe më të qëndrueshëm. Besojmë në mirë kuptimin tuaj për këtë ndërhyrje të rëndësishme. Shprehet mes të tjerash ujësjellës kanalizime rajoni Vlorë, ndërsa garanton vazhdimin e punimeve për të rritur cilësinë e shërbimit në të gjithë qytetin.